Ka gjithmonë një narrativ kur duam të shpjegojmë Izraelin, kur themi që është një vend i cili ka zënë pikat kyçe të ekonomisë botërore, ku kokat kryesore të ekonomisë janë hebrejnë, ku kokat kryesore të bankave të kapitalit botëror janë hebrejnë. Dhe këta janë ata që komandojnë gjithë politikën botërore, gjithë politikën e fuqive të mëdhaja, të cilat bëjnë që t'i japin një përkrahje të pallogaritshme Izraelit dhe të jenë gjithmonë në krahun e tij. Në fakt, duke u bazuar te numrat, më rezulton që ka shumë sipërmarrës izraelit që janë në majat e ekonomisë, të arritjeve teknologjike, shpikës të mëdhenj, por këta nuk përbëjnë shumicën e këtyre. Përkundër, janë një minorancë, patjetër që kanë kapitale, por kjo nuk i bën që të jenë bankierët e botës, që të kenë çelësat e botës. E gjithë kjo histori merr shkas diku nga fundi i shekullit 19, ku Okhrana, policia sekrete ruse, krijon një tekst të famshëm, atë i cili quhet Komandamentet e të mençurve të Sionit, dhe bet fjalë sikur ca pleq izraelit ishin mbledhur diku dhe kishin hartuar një dokument i cili tregonte se si izraelitët do fitonin pikat kyçe të komandimit për botë dhe se si do komandonin botën në çdo drejtim, në atë politik, financiar dhe ushtarak. Për këtë spekulonin duke u nisur nga fakti që për shkak të shkollimit të tyre, për shkak të seleksionit natyror që kishte bërë historia me izraelitët, ata zinin pika kyçe në shumë vende të botës. Duhet të përmend këtu për shembull që në periudhën nga fillimi i shekullit 20 deri në luftën e dytë botërore, izraelitët ishin 70% e bankave polake. Kjo shpjegon edhe atë zellin e madh të polakëve për shfarosjen e tyre, sepse duke që në bankat i gjithmonë edhe kur merr një kredi të vjen mirë kur merr parat, po pastaj hidherohesh ato parat duken tua dhe hidherohesh kur do të paguash këstin. Dhe gjëja më kollajt është të urreshin bankier, sidomos kur vjen puna të paguash këstin. Dhe kjo krijonte një lloj urrëtie për hebrejt, duke bërë që ajo pak që ata zotronin atë botë të bëhej një burim urrëtie për ta. Dua përmend këtu që antisemit kanë qenë edhe figura të shkëlqyera të penës botërore, duke zënë që nga Shakespeare, i cili shkruajti tragjedin e famshme, Traktari i Venedikut, me Shylockun e famshëm. Pra, ka një ngritje të shumë e cila kurorzon pikërisht me këtë, e cila tashti nga ca budallënj komplotist shqiptar ka filluar përhapet prapë si e vërtet, megjithëse bota e ka rrëzuar me kohë, po unë po e përmend si fakt ku është krijuar për herë të parë një lloj projekti për të bërë genocid ndaj hebrejve, duke shfrytzuar edhe ndjesi të fashave të caktuara të popullsisë, të cilët merren gjithmonë me atë bankerin hebre dhe harrojnë që janë krijuesit e arteve të mrekullueshme, janë shkrimtarë të mrekullueshëm, janë sipërmarrës kinematografie të mrekullueshëm, zanate që kanë lidhur pikërisht në ato getot e tyre ku detyroheshin të mbylleshin që herët dhe aty pastaj për të zbaditur fëmijët e tyre, krijonin atë narrativ duke bërë që gjysma e aktorëve të mëdhenj të jenë hebrej dhe gjysma e shkrimtarëve të mëdhenj të jenë po hebrej, pikërisht për këtë shkak, dhe gjysma e sipërmarrësve kinematografike. Por do t'i kthehem prap asaj veprës Ohranës, e cila ishte shkruar me një lloj primitiviteti, por që kapte nervin e popullsisë. Dhe thoshte që këto udhërrëfengat e pleqjve të Sionit të çonin natyrisht në mbizotrimin e botës nga hebrejt. Kjo u bë për të filluar programe të tmerrshme
në periudhën e Rusisë cariste kundër popullsisë hebre. Në Ukrainë dhe në Rusi kemi përzënje të frikshme të tyre, ku një pjesë atyre emigruan pastaj në Europën Lindore ose në tokën e tyre të origjinës në Izrael. Kjo bëri që të kemi një urrëtie të madhe nga tyre, e cila her pas here ringjallet edhe nga një lloj frustrimi që ka bota islame ndaj paftësisë së saj, e cila në fakt nuk ndodh për faj të Izraelit, po ndodh për faj të elitave të korruptuara, të diktaturave, të shkallës së ulët të shkollimit, dhe për këto si o ka fajin Izraeli, të shkallës së ulët të kulturës së tyre, të librave që botojnë, të teatrove të shkollë, derisa si o ka fajin Izraeli, nëse Islami e ka shpallur këngën të ndaluar, po ti duhet i këndosh vetëm profetit, e të tjera. Po pse ndodh që perëndimi është gjithmonë me Izraelin? Ndodh sepse ndjen atë fajin që pati bërë në luftën e dytë botërore Gjermania nëpërmjet të zgjidhjes finale që donte të zhdukte gjithë hebrejt. Jo, perëndimi ka bërë hekatoma më të mëdha dhe nuk ka asnjë lloj pendese në këtë pikë. Okej, natyrisht në një botë si e sotmja ku informacioni qarkullon, ku të drejtat e njerëzit janë bërë më të ndjeshme, ka një lloj prekshmërie për sa i përket faktit që pati një projekt për të zhdukur këtë popullsi. Sot kanë dalë teoritë revizionistës, është e vërtet, nuk janë 6, po janë 3, nuk janë 3, po janë 2 e të tjera. Ndodh gjithmonë. Por nuk ka asgjë shkencore në këto kundërshti. Pra, ka një lloj mea culpa të perëndimit, por kjo nuk e shtyn që ai të gjendet gjithmonë në krahët e Izraelit. Pse ndodh? Duhet thënë që Izraeli dhe europianët janë dy raza të ndryshme. Izraelitët janë popullsi semite, të ngjashme me arabët, ndërsa popullsia europiane është indo-europiane. Nuk kemi pra asnjë afrimitet racor me ta. Po cili është shkaku? Shkaku është që Europa ndodhet gjithmonë në krahët e Izraelit për fakte minore. E thash, një është Holokausti, së dyti kemi një afërsi kulturore, janë një fe e madhe abramaike, një ndër 3 fet abramaike, është toka ku ka lindur Krishterimi, dhe kjo krijon një afrimitet, po edhe një urrëtie për ta, kanë shkuar paralelisht. Janë populli i cili i dha perëndimit Jezu Krishtin, i dha Krishterimin, pra themeluesin e Krishterimit. Gjithashtu është një popull i cili është në themelet e kulturës europiane, me piktorët, me shkrimtarët, me mendimtarët, filozofët. Rilindja europiane, gjysmët e këtyre krijuesve i ka hebrej në origjinë. Dhe ky është afrimiteti i dytë, po është gjithmonë minor. Shkaku kryesor është sepse Izraeli është një fuqi e pashoqe ushtarake që është në zemër të 700 milion arabëve. Këta arabë janë kërcënim i gjithanshëm për Europën, janë një kërcënim demografik sepse një ditë mund të vërshojnë në Europë. Janë një kërcënim i madh politik sepse një bashkim i tyre e bën Europën shumë të kërcënuar, sepse në fund të fundit numrat vlejnë gjithmonë. Është nëse do përdorin fuqinë ekonomike të tyre, siç ka ndodhur në krizën e naftës shekullit të kaluar, ku për shkak të luftës Izraelit me vendet arabe ngritën çmimet e naftës. Pra, nëse këto vende do fillojnë të përdorin më shpesh armët e tyre ekonomike dhe financiare, sepse tashmë kanë grumbulluar shumë para në duart e tyre, atëherë këta do beheshin të rrezikshëm. Izraeli është një popullsi e vogël, shumë e zhvilluar për sa i përket nga ana teknologjike dhe kulturore, me një ushtri të shkëlqyer, performante, me një armatim i cili është i shkallës siprore, i cili është vazhdimisht në luftë dhe i trajnuar, dhe gjithashtu është edhe një pikë e perëndimit për të kundërshtuar ekspansionin e botës së tretë, të Kinës, të rusëve, të cilët investojnë në botën arabe. Imagjinoni nëse
700 milion arab, do beshin bashk me 150 milion rus, 1,5 miliard kinez, se në çfarë kërcënimi do ishte perëndimi. Dhe për këtë arsye, izraelitët kanë gjithmonë një mbështetje perëndimore. Pra është, le themi, një dashuri me interes. Unë ju jap fuqinë time ushtarake, gatishmërinë për luftë, unë jam popull mishngërënës, unë kafshoj. Unë jap gjithatë diturinë time që kam në fushën e shkencave të reja, të informatikës, të mikrochipëve, tjera, ku Izraeli ka investuar atëherë kur ju dihej emri vetëm nga shkencëtar, Izraeli ka investuar në laboratorë dhe në fabrika në këtë drejtim. Pra unë ju jap këtë, juve do më jepni përkrahjen. Do më jepni përkrahjen në teknologji ushtarake, në armatime, dhe unë pa tjetër që do mbroj interesat tuaja, por edhe ju do mbroni interesat e mia. Duhet thënë që furnizuesi kryesor këtu janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ata janë dhe mbështetësit kryesor, pastaj njerëzit fillojnë të thonë, jo po e bën sepse janë shumë hebrejnë të cilët e mbështesin se janë faktorë etj. Këto janë që të gjitha minore. Është çështje interesash. Perëndimin që ka bërë tërë syri për hekatomba më të mëdha se sa kjo që ka ndodhur hebrejve. Madje është edhe autori tyre, është mjeshtër në këtë drejtim. Kështu që është një dashuri e dyanshme, por izraelitët me mençurinë e tyre e kthejnë gjithmonë në një dashuri në pozita të barabarta. Asnjëherë që të jenë thjesht kobure e të tjerëve në zemër të armiqve të tyre. Kështu që herë tjetër, në fakt, nëse duam të flasim seriozisht, kjo është mënyra se si duhet menduar. Pastaj me prallat për plejtesionit, apo që tash i besojnë vetëm të lajthitur, por duke menduar që ka njerëz që besojnë që toka është e sheshtë, nuk është çudi edhe kjo. Pra, me të tilla brollshkulla muslimane, është çështje interesash, ju lidhen interesat, izraelitët kanë ditur ta shfrytëzojnë, bravo që qoftë. Si gjithmonë në fund, ju rikujtoj të bëheni pjesë a kanaleve tona në YouTube, Dritare TV dhe të kanalit Rudina Xhunga. Faleminderit.